Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Në fillim dhe gjithmonë Allahun e manduar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi njeriu më të mirë që ka shkel mbi fytyrën e tokës. Njeriu më të dashur tek Allahu dhe mësuesin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Mi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij besnik. Dhe gjitha që ndjekin në rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se po takojmë edhe sonte në këtë takim të radhës në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin ton Ky është i dërguari im. Kemë përmendur në takimin e kaluar zhvillimet dhe rrjedhën e betejës së Ahzabit. Kemë thënë se ka qenë një betejë shumë e vështirë dhe shumë e rëndësishme për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për faktin se si asnjëherë më parë ishte krijuar një aleancë e madhe gjithëpërfshirëse e fisëve arabe së bashku me disa fisë të hebrejve për ta luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në asgjësim total. Mirë, por rrjedhët e betejës shkuan ndryshe në favorin e Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe atje kemi përmendur edhe disa zhvillime të rëndësishme të kësaj betejë, ku fundi ka qenë edhe tërheqja e alatëve për shkak se është futur mes në tyre një lloj mosbesimi dhe një lloj tendence për tradhti të njerëzit dhe Allahu i ka shpartalluar pa ndonjë betejë të madhe mes tyre dhe Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kjo betejë padyshim ka shumë dobi, ka shumë përfitime, po i lëm për takim të ardhshëm inshallah. Në sot do të hapim mundësinë për telefonata gjatë tërë emisionit. Sonte jemi në takim me pyetje dhe përgjigje, andaj që nga tani përmes numrit të shfaqur në ekranet e juaja mund të inkuadroni drejt për drejt në emision dhe të bëni pyetjet e juaja për atë që ju intereson dhe mendoni se është e rëndësishme të thuhet në këtë emision. Para se të më bëhet me dije, mirë, ka telefonat më një herë që ka qenë pritje, mirë, e inkuadrojmë urdhani. Orna. Mirë mrama. Mirë mrama. Do është një pyetje. Orna, po i dëgjojmë. E kum pas një intervenim e operacion të vogël. Po? Më kanë hik një 5 namazë, po mujtë një falë. Po? Kem dule ja e gjumi e qëto. E thash qysh me këtu, shka me ban, qysh a me falë të këtë para qysh. Po, pa di. Po të kuptoj. Namazë më kënu. Po e kuptum shumë e qarë, faleminderit, e kuptum. Faleminderit edhe për juve. Po, natën e mirë. Në rastin që e keni përmend, domthonjë se ke pas operim dhe gjatë kohës së operimit, domethënë disa namazet kanë ikë. Në këtë situatë i kompenzon namazet kur të kesh mundësi. Sot nesër, nëse të ka ikë për shembull dreka i këndia akşami, 3 namaze, atëherë fal drekën, pastaj në kohë drekës. E fal ikindin, mund ta fal pastaj ikindin që të ka ikë akşamin kohë akşamit. Mund të nesh masacis, tash ajo është rreth masaci fal 30 për një herë. I kompenzon çush do që e ke më lehtë, por nuk e zgjat shumë. I fal më një herë kur do të mundësi të mbran këto ditëve që ta krysh obligimin ndaj Allahut që ke pas në konkurs, ke pas mundësi më fal. Elhamdullah, gjuna nuk i për këtë punë, nga se ke pas mundësi, por tash obligohesh me i kompenzu namazet e ikura për shkak të gjendjes që ke pas. I fal farzat, sunet nuk i fal, nuk i nevojë, i fal farzat edhe mjaftohesh me kaq. Mirë, kemi telefon të inkuadrojmë, urdhani. Selamu alaikum hoq. Aleikum selam rahmatullah. Na ke mungus ko xhamoti si kon. Jo që të nuk kush e di. E ku më di nuk pas ta fo. Po. Ishta më ta bënë pyetje hoq. Mas e bo premtimi i xhamisë në Mitrovic të ura këto, të ura Ibrit. Dhe ishta me të vetë hoqë që keni, se tash edhe premtoj edhe kryeministri, po e ka premtu edhe kryetari i Riko i Mitrovicës. Po? Dhe ishta me të vetë, po tash kur ndërtuhet xhamia, a ndërtuhet se qysh në mënyrën se qysh shokon, a marrohet një objekt i ri i xhamisë edhe veç, do me thonë se këtu në Evropë mas shumë kur t'i bojnë objektet e vjetra, monumentet e vjetra, po që i ndërtojnë mënyrën se që shukon ashta pak ma të madha, ma të vogël, po
po gjithmonë e ndërtojnë në atë mënyrën se çu shokon. Xhamia a keni me lyp në musliman mund ndërtu çu shokon, apo me çitni mua xhami moderne sikur tash shpi ndërtojna me tona të mira tuaj tash. Që kjo ishte pyetja. Po, e kuptum, Selam aleikum. Po, e kuptum, faleminderit. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë, po urdhani? Selam aleikum, hoq. Aleikum salam. Jam një motër muslimane dhe deshta me ta bo një pyetje. Po? A kam haram nëse i bëj vetullat microblading? Ka bën me vetlla? Me bon vetullat tatu me metodën microblading, që janë si kusie. Po, çka bën me ato konkretisht? Janë vetullat me i bo tatu, po një metodë që ka dalë microblading. Po e kuptova, po e kuptova. Dhe më thonë jam fije si kur naturale më duk. Po e kuptova. Selam aleikum. Aleikum salam. Mirë? Mirë. Se përket xhamisë së Ibrit, është kërkesë e kahmotshme e Bashkisë Islame, është kërkesë e kahmotshme e besimtarëve që xhamia të ndërtohet, për faktin se ka qenë aty xhamia dhe ajo që na bën edhe më insistues që të ndërtohet xhamia është për faktin se është rënuar nga dora mizore e okupatorit duke djeg publikisht xhamin, e cila ka qëndruar aty me shekuj. Ndaj ajo xhami do të ndërtohet, edhe është shumë e mirë, lajm i gëzueshëm për neve që kryeministri po edhe kryetari momental i komunës domethënë kanë dhënë zotimet që mbrana kompetencave që i kanë xhamia domethënë të ndërtohet. Kanë qenë përpjekjet edhe të mëhershme, nuk duhet mohuar mundin dhe kontributin e askujt, por rrethant kanë qenë ndryshe. Dhe mendoj që tash inshallah shpresojmë që janë pik kushtet, rrethant janë gatshme dhe xhamia mendoj që do të vijë si rrjedhoj e natyrshme e zhvillimeve politike në vendin tonë. E kërkojmë atë që na takon dhe besoj që do ta marrim së shpejti me lejen e Allahut mënduar. Mendoj që xhamia do të ndërtohet në kryesisht në stilin që ka qenë, por prapë për kë i kthehet kryesisë së Bashkisë në raport edhe në koordinim me qeverinë për shikuar që të arruni një farlloj domethënë autenticiteti nga e kaluara, që të jetë pak më autoktone, jo bashkë komplet e re, por do të jetë e mjaftueshme për të përmbush kërkesat e besimtarëve të asaj pjese që kanë me frekuentuar atë xhami. Por është më rëndësishme që xhamia të ndërtohet në lokacionin e saj, në hapësirën që i takon, dhe mendoj që nëse kjo bëhet, tjerat pastaj janë më pak të rëndësishme. Allahu dhe më së miri. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë, urdhani? E duket na ikë telefonat, po vjen keq. Ose përket vetullave që ke përmend, ndërhyrja në vetulla për zbukurim të tepruar nuk lejohet. Sikurse për shembull kputja tyna, poshtimi i tyna, po çka do të thotë që është jashtë normales. Nëse ka problem me rënjet e vetullave, domthonë ka rënjet e vetullave dhe nuk është pamje normale, mund të ketë pamje pak e bezdishme, lejohet me bëj intervenim për të kthyer në normalitet. Por jo për me tepru apo me pas, domethënë zbukurim të qëllimshëm të vetullave. Nga se duhet me rujt atë pjesë origjinale që ka kriju Allahu te barekuhu teala zakonshëm, përveç nëse tash ka arsye për këtë ndërhyrje, sikurse rënja e vetullave, për shembull, ka për shembull ndoshta arritje të mëdha enorme që pamja nuk mund të jetë këndshme, mund ta bezdis femrën e kështu me radhë, lejohet ndërhyrja për të normalizuar. Po çdo teprim nga normalizimi nuk lejohet. Mirë, kemi të rrotim kuadrojmë urdhani? Selam aleikum, hoq nderuar. Po i dëgjoj urdhani? Jam një motër muslimane, i përcjellim të gjitha ritët fetare, familje. Ajo që ka problematike të na kam një vajzë dhe 30 vjeç, ka kry fakultetin, endi nuk është këmsu, ka testa për të jetë, ka nuk e di, pare nuk është të interesume. Të du me ditë, edhe më të regu, a ban me shkute në hoxha, ka nuk e di, që ka është ty që të ajo. Po kuptu falënderit. Po e qartë. Ndaj kjo është e prirje për vetull ata këto. Ndërhyrja me zbukurimet e tepruara apo me formësime që domthon shihet ashtu qartë se ka intervenim, nuk është e natyrshme, nuk lejohet. Pyetja për vajzën. Dikur vonesa në martesë ka qenë shqetësim. Pse s'po martohet? Çka ka thu? Pse marrë? Njerëz interesu.
Sot fatkeqësisht shtyrja e martesës ka filluar të bëhet normale. Për shumë arsye. Njerëzit për shembull po e gjeni filloj rahatie individuale, po mendojnë se çështot dhe kuptojnë që hyrja në jetë bashkëtorë mund të jetë hyrje në obligime, hyrje në kufizime, hyrje në jetë me dikën që ku e diun e që shkon jeta, dhe gjitha këto po shkaktojnë fatkeqësisht hezitime për të marrë hapin e duhur të jetës e që është fejesa dhe martesa. Shto kësaj faktin se po ka dhe fryma dashakeqe që po i fryn kësaj situate. Pse u martu, rre vetmume, si i thojnë single, po ki jetën përpara, ti zgjedh kur del, ti zgjedh kur kthehesh, e kështu me radhë. Mendoj që këto gjitha janë të panatyrshme. Është e natyrshme më martu. Po, mund të jetë për shembull dikush më herë, dikush më vonë, po jo me shtyp për te asaj që është normale. Prandaj mendoj që ndoshta vajza juaj mund të ketë hezitime të kësaj tyre. S'ka nevojë me shku te hoxha as kurrë. Ndoshta vetveti i ka ato hezitimet e veta për martesë si pasojë thash e frymës që po tentohet me u lansu bisedave, diskutime publike në media, po ndoshta për ujëve të shoqeve të saj. Njerëz zakonisht e marrin ato që është e keqja. Ndoshta 100 shoqe të saj kalojnë mirë me burrin, kanë jetë mirë, po 3-4 kanë përvoja të këqija që ndoshta edhe nda, edhe ato po mirën për baza. Përse martohesh tani, domethënë, ki probleme, ki të lashë, më mirë mos me kësaj punë. Mendoj që kjo çështje është e gabuar dhe nuk duhet me i dëgju zërat dekurajues dhe destruktiv në raport me çështjen e martesës. Dhe mendoj që çika kanë për bisedë, me bisedu me dikon që u beson dikujt, me arrëfy hallin e vet, pse s'po don? A ka arsye të veta apo ka një pengesë të brendshme që diçka nga brenda s'pelen më feju, a ka frikë nga diçka? Mendoj që kjo është esenca. Kjo është baza. Pastaj mund të shikojmë në opsionet e tjera që do t'i përmani, po njerë po e inkuadrojmë këtë telefonat. Po urdhani? Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxhe, kam një pyetje. Po urdhna? Ne si familje bëjmë shumë derisa, jemi në komunën e Gjilanit në Dëborçan. Po kena pas shumë hoxh, po ti nuk kena mujt me tir, edhe ndoshta si ma i revit që mi familjes me ta bëni ftesë që të më ish marrë dhe na kontaktu. Familje shumë. Okej. Një familje shumë e kuptova. Si? Mirë, e kuptum, e qartë. Ta është të japin i mendim për këtë çështje. Mirë. Prandaj, se përket vajzës që ka vonesa, mendoj që duhet dikush që ajo ndoshta beson tek, ka autoritet, mund të jetë edhe hoxh që t'i rrëfet për hallin e saj. Është nga ndikimi, është nga frika, është nga hezitimi, çka është në pyetje. Pastaj mund të jetë edhe rast që ndoshta ndonjë hoxh më knu pa Kur'an, jo më shkruajt, ai maliet e këtu nuk janë zgjidhje. Por mund të kenë një ngacmim caktuar djallëzor që e dekurajon nga martesa, edhe besoj që me një seancë caktuar kështu të rukjes këndimit Kur'anit kalon, po nuk po shkoj te kjo opsion herë, ka se mendoj që ndoshta nuk kanë me te kjo opsion me shku fare, për faktin se nuk është problemi vetëm me vajzën e juaj. Ka filluar që të bëhet kjo kohë një s'po them dukuri, po ka filluar raste të shpeshtohen të vonesave të martesë, jo që ka diçka, që ka nevojë mi frya diçka, jo, po ka nevojë për me bind, ka nevojë mi largu frikën, hezitimin. Ka nevojë për me tregu se jeta realisht ndërtohet mbi familje, jo në larg familjes. Domthon, vjen një kohë kur duhet me shku në shkollë fillore. Patjetër. Pra nëse një fëmijë ka bërë 10 vjet, nuk shkon në shkollë, çka i thon? Që mos e ka qenë në shkollë, do të shkosh 7 vjet, u vanu shumë. Pse? Për shkak se kohën e ka pas. E po kur kush nuk ka përmbajtur që ka 4 vjet, më thon prindë pse se ka qenë në shkollë, u vanu. 4 vjet, normal pse nuk ka klas pas, se ka kohën. Pra gjithçka kur ti vjen koha, është absurde me shtyp pa arsye. Çfarë është shkolla fillore, mesme, çfarë është edhe domthon shkollimin e përgjithësi, çfarë është pastaj martesa, familja, fëmijët, gjithçka ka kohën e vet. Gjithçka do të më bën kohën e vet. E në kuadër të rrjedhave të jetës sonë është dhe martesa dhe familja. Patjetër, nuk mundem me përjashtu nga rrjedha e jetës tonë martesën. Qase herë do kur do kena pa që kena po keq. Sot në shtambalet e kam menaxhu me këtë situatë, e re, dalë kështu më radh. Po dikur kur ikin shansat, kur bën do vjet, është që domthon i mungon burri, i mungon normal, i mungon fëmia, i mungon jeta familjare, është që ka bë gabime të mëdha në jetë, sikurse shumë që po i bin peshmoni. Prandaj
mirë me të me bisedu, me qërcu pod, me largu dilemat, me largu ezdimet, besoj që inshallah kjo bëhet një zgjidhje mirë për me e qel rrugë për një fejes eventualin të ardhmen inshallah bindina. Bëni do, lutë Allah që Allah më zbut zemër, më udhëzoj mendjen për këtë punë të harit. Kemi telefonat të inkuadrojmë, urdhani? Selamu alaikum, hoq. Aleikum salam, ratullah. Allahu të rujtë për dijen që e killë për modestin tonë. Jam gjemot jetë, për në komujt me vrejt korë që pasë më djetë një ditë që i nervës, ako më si me dita ledën shumë, a qa problemi, Allahu të rujtë, Allah të përcov këtë fejët, Allahu të natë mirët. Amin e thi. Allah e shpërbleft. Në rregull, e kishëm ma herët ftesën e një, po kemi telefonat e inkuadrojmë, po urdhani? Urna, e duke ikë këtë telefonat. Një djalë më bërë një ftesë me shku në Dëbërçan, me kontaktu familë, nuk për di, kuptua dhe dikun arsyet, po në Dëbërçan ka hoxhallar mirë. Keni hoxhën e juaj atje, hoxhën Mulla Fazliun, pastaj, domethënë është xhamia tjetër që edhe ka hoxhën e mirë. Dëbërçani ka traditë fetare, ka hoxhallar të mirë që kanë kaluar nëpër Dëbërçan dhe janë ende aty. Pastaj është Gjilani ka hoxhallar të mirë, elhamdulillah, shkollum kolegë të mi të përgatitur. Ndë mendoj që ata janë të mjaftueshëm për çdo problem që e keni me trajtuar me të kaluar bashkë me ta. Sa më përket me, inshallah, mendoj që mund në përmes hoxhës me kontaktu, pastaj shikojmë për çka bëhet fjalë, çka mund minimu. Inshallah çka do që më ndihmu nuk do të hezitoj inshallah bindina me dhon mundin, për atë që besoj që është në të mirën e juaj dhe unë mund të ju ofroj ndihmë. Prandaj jesim kontakt edhe përmes hoxhës inshallah bindina dhe besoj që për çka do që është e mundshme do të mundohemi që t'ju dalim në ndihmë me lenë Allah të mënduar. Telefonsi i radhës, Allah e shpërbleft, përmendi që është një xhamat që një me sa kohë nuk e di, ndoshta me siguri unë një, por me zonë nuk mund të me identifiku se kush është. Mirë po e përmeni gjë së më ka pa kur nervoz. Po ku e di, nështë edhe nervozona, jemi njeri, jemi njerëz na, po duhet njeri me tentu me e përmbajt vetën e tij. Më hanë, veçanisht na që kemi punë me njerëz, të vazhdueshme, ka njëre provokime, ka njëre situata që me të vërtet bojnë nervoz. Të bën nervoz për shembull mendjelesia e dikujt, bën nervoz ka njëre për shembull pa kujdesi dikujt, bën nervoz nga njëre dhuna e dikujt. Këto këtu me të vërtetë nga njëre që shqetësojnë, por po mundojmë maksimisht me qenë të përmbajtur, nga se kur je i përmbajtur, edhe kur je i frenuar, më lehtë bën zgjidhje se kur je jashtë kontrollit. Pastaj njëri jashtë kontrollit mundet që ndoshta edhe me kriju një situatë që njerëz pastaj mund me pas edhe dyshime edhe në vet fjalimet e ligjërimet e këshillat tona. Ne kemi përgjegjësinë e madhe që të jemi shembull për njerëzit, i kemi të metat tona, Allahu na fal, i kemi lëshimet tona patjetër, edhe normal nga njëri nuk i pëlqen sjellja e tij, nuk i pëlqen reagimi i tij, por duhet të përpiqet që më përmirësojmë në vazhdimsi. Allahu na përmirësoft, Allahu na falt. Allahu na mbuloft metat tona për to që njerëz nuk i dinë, e i din Zoti më së miri për gjithë neve. Zoti na i fal mëkatet tona, na përmirësoj gjendjen, e na bëft Allah shembull të mirë për gjithmonë. Dhe jemi nga ata që ofrojmë një model të mirë, ofrojmë shpresë për njerëzit, dhe jemi ata të cilët u gjindemi njerëzve sa ata kanë nevojë. Zoti na ndihmoft, na bashkoft mira gjithmonë, Zoti ju ruaj. Mirë, nuk e di a kemi telefonat, po ka shumë pyetje që kanë ardhur përmes mesazheve, andaj do të tentoj dhe të na bëhet me dije se ka telefonat që me i lexu pyetje që kanë ardhur përmes mesazheve. Po çysh bëhet pendimi i sinqert dhe çysh me ditë a është pranuar te Zoti. Pyetja shumë e rëndësishme. Pranimi i pendimit është çështja e Allahut të mënduar. Na nuk e dim. Ta ka pranuar Allah pendimin apo jo. Mirë, po ti e din nga jeta jote. Andaj pendimi i sinqert është ai pendim i cili i plotson kushtet e pendimit. Kushti i parë është keqardhja. Mundi njëri keq për atë çfarë ka bërë. Kushti i dytë është braktisja e mëkatit, largimi nga ai mëkat, dhe e treta është vendosmëria që mos më vazhdu më në atë mëkat në të ardhmen. Po ku njëri vendos, Allahu na fal, mund më gabu pranë të ardhmen, po vendos tash që kur më këtë nuk e bëj. Nëse këto tri kushte, të nderuar shikues, janë të përmbledhura në aktin e pendimit, kjo është tregues se pendimi është i sinqertë.
Fakti se keqardhja është e brendshme, vendosmëria është e brendshme. Prandaj njeriu nuk ka mundësi në brendshmën me kon i pasinqert. Njeriu mund të jetë i pasinqert në veprat e jashtme formale. Për shembull, mund të jetë i pasinqert në gjuhën e tij, po pendona. Për shkak me pa njerëz, ju penduj më kthy, mund me kon për shkak njerëzve deklarativisht. Por nga zemra ti e pas keqare për çka ka bëu, edhe sinqerisht me kërkuar nga Allahu pendimin, edhe me vendosur nuk kthehet më në gjuna, kjo është tregues i sinqeritetit inshallah. Dhe nga treguesit se është pranuar pendimi është gjendja jote pas pendimit. Nëse i përmbash premtimeve të pendimit, është tregues se Allah e ka pranuar pendimin. Domethënë e ka pranuar Allahu gatishmërinë tënde për me e ndryshuar gjendjen. Në ndryshimi i gjendjes treguar se pendimi është pranuar. Dhe Allahu pranon pendimin e robëve të tij, nëse ata pendojnë si duhet. Mirë, kemi telefonat inkuadrojmë, urdhani. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. A bën një pyetje? Po veçor në Allah. Unë doshta me pyet me para të djalit. A bën me sadaka me dhon? Për çka është? Po sadaka për çka? Për me para të djalit, po djali fiton parat e më dhon babës unë me para djalit më dhon dikuna pukarave. Po e kuptoj, po shumë mirë, po. Po e qartë. Natën mirë, faleminderit. Natën mirë, zotëmi ka. Mirë, kemi telefonat të një inkuadrojmë, po urdhani. Hoq, se kryta Allahu është ta tregoj këtë dhe në fund nëse bën. Po urdhna Allah. Dhe ishta me të vetë se thetë, kur thetë atë që thetë ku na më shfaq edhe atë, e përmend një thetë më shfaq edhe shërptorëve që nuk kanë epsh. Dhe ishta me të vetë kush o kjo kategorie njerëzve që ka ekzistuar, po ekziston që nuk ka epsh, nëse dhe kësh bo pak qëto me sharu. Aha, po e kuptova. Selam aleikum, natën e mirë. Mirë. Pyetja është sadakaja. Nëse djali ti jep parët, e ti jep sadakon rregulli, për shkak se ti je realisht ti je ai që ki drejt me menaxhu dhe me shfrytzu parët e djalit. Domethënë mirë kuptim me djalin, po djali po ti jep sadakon rregulli japton. Mirë, po nuk është mirë që ndoshta me tepruar këtë aspekt. Për shembull, djali ti jep parët, thotë unë punoj, normal është kjo, të ashtu ke për moshën tonë, je në shtëpi, kryen punë të shtëpisë tjera, po djali është ai që realisht sill rrugën të shtëpia. Djali ti jep parë thotë bab çer rrugën e ku marr, okay, me çto parë pagun rrymën. Me çto parë për shembull shka blej çka kanë për shtëpi. Kushtimisht po them. Atash çto parë për shembull i ki për veti. Kushtimisht. Tash para që ti ke me pagu rrymën, nuk është mirë me pagu me dhënë sadakë. Për shkak se duhet mësë parë me kriju obligimet, pastaj nafilet. Sadaka është vullnetarë, nuk është obligative. Duhet me kriju obligimet që i kemi njëre, ndaj familjes, ndaj shtetit, ndaj përçlive, tani pastaj me dhënë sadakë. Dhe veç në rregull jemi me dhënë sadakë nga pare që ti jep djali, po jo me tepru dhe jo me i lënë mangu punët e tjera që djali realisht ti ka dhënë parat për to. Dhe të ka autorizu me ky do punë po. Jep ato punë, mas pari pastaj jep sadaka. Që nëse ti ka dhënë ty një pjesë që bëj çto parë ki, ty din çka bën me to, kështu më radh, ose ti ke plotësuar kërkesat e duhura për familjen, dhe ka me diçka ki që ndon sadaka me një mund dikom pse jo, rregull je. Shumë rregull është pasi të rash e ki sapin edhe ti edhe djalët e këtë familja juaj. Mirë, nuk ka ndërë mirë. Kjo është për pendimin e sinqert. Thot, a ka kufi mëkatin, kuptim të dhe që Allahu nuk e fal. A ka në mëkat që Allahu nuk e fal. Apo njëri thonë se bën shumë mëkate, andodh që Allahu nuk e fal. Edhe nëse njëri kthehet sinqerisht. Të ndërua zër dhe motra. Nuk ka mëkat, nuk ka e keqe që te kalon mëshirën e Allahut azza wa jall. Nuk ka mëkat, as nuk ka e keqe që te kalon falin e Allahut kur robi do të më kthy. Në histori kemi mësuar që është na ka përmend Allahu dhe pejgamberi alayhis salam situata që njerëz kanë bëu të këqija që ti s'mund të imagjinosh. Megjithatë, dikur kanë shprehë keqardhje, sinqert e kanë kuptuar se kanë qenë gabuar dhe në më kthy. Allahu ja ka hap gjithmonë rrugën e pendimit dhe kthimit në rrugën e Allahut te bareku teala. Allahu thot në Kur'an: "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." O ju, shikoni Allahut, o ju që e keni tepruar mëkate.
Këtë prunë mëkate. Esrefu, israf, shumë masraf gjuna keni bo, shumë keni bo gjuna, parë mos e këpotni shpresën në falet Allahut. Nga se Allahu i falë të gjitha mëkatet. Kjo është e qartë. Ne ka mëkat më i madh se me tentu me vrap pejgamberin alayhis sallam. Edhe këtyn Allahu ja ka fal. A ka mëkat më i madh se me shpif për Zotin, me shkel Kur'anin, me i pengu njerëz nga adhurimi, nga besimi, pastaj më pendu. Nuk ka mëkat më i madh. Edhe këtyn Allahu ja ka fal. Prandaj nuk duhet njëri asnjëre domthon me e konsideru të pamjaftueshme falën e Allahut për mëkatet e tij. Jo, kështu gabim e ki. Gabim është. Shikoni Allahu te barekuhu teala, domthon sa njerëz ka në botë. Dhe lirë shumë marrë në oksigjen. Ka për të tonë. Për të tonë, po sa njerëz, po të tonë ka. Thithë në oksigjen normal, lirë shumë. Falët është halema e madhe. E sa me pas mëkate, sa njerëz ka në fytyrë tokës, Allahu te barekuhu teala ka falë më shumë, shumë më tepër se që mund ta sfidojnë mëkatet e njerëzve. Prandaj Allahu xhallahu ala ka përmendur në një thënie hadith kutsi, s'është Kur'an, po një mësim që ka Muhamedi alayhi salatu wasallam i ka thonë, o birë Ademit, nëse vjen me mëkate, unë sa ka tokë qiell. Çaq mëkate, shumë ka mëkate. Pastaj kërkon falje, ta fali dhe s'është problem. Ta fali. Ndaj nuk duhet me leju shejtanin me mbill këso çytje e këso paragjykime për Zotin ton, nga se Allah i fal gjitha mëkatet. Më rëndësishme që ti plotësojmë kushtet e pendimit. Diu ke që ke bua, di ke qardhje, shpreja për Allahut ke qardhen, pendesën, vendos mos me vazhdu më atë mëkat, më largu nga mëkati edhe çka do kuft Allahu ta fal. Nëse është hak i njerit, kërkoj falje njerit, ktheja hakun që ke marr, dhe me lenin Allah xhallahu nuk ka mëkat që nuk falet. Mirë, kemi telefonat të inkuadrojmë, urdhani? Po, i dëgjojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoq këtu Gjejlani për Mitrovicës, na ka dek një kojshike dhe tek i kojshike atë. Është bie lagjës son, a kish pas mundësi na me bu dua për shpirtin e saj se dje u hin dhe. Edhe qa muna on konkretisht me bu se kum pas edhe shoqe, edhe shumë jo mërzit për ta, për mëna edhe ta në lagje aty e bunarit. Edhe pyetja e dytë është, i kom me dikujnë taksi, por që ka një kohë që mamin e kom pas smut, qysh muna me fshy, po s'po kujtojt kuna i kom me të barqë. Edhe njerë, i keme dikujnë a barqë, apo qysh? Po, i kom me dikujnë barqë në taksi, se kom pas nanën smut. Po? Po, u kom kjo në shtaj ka disa muj. Po, në taksi. Po? E qysh muna me fly që atë barqë? Po, e kuptum. Po e kuptum tash me përgjigje inshallah problem. Po. Se përket asaj që ka vdek, mirë, a kemi telefonat? Selam aleikum. Aleikum selam. Dasha dhe pyetja uqme në lidhje me shoqërinë pak a shumë në sqaru, si ndikon për shembull që domethënë bashkëshortet shoqërohet me disa domethënë që nuk falin namaz. Fatkeqësisht edhe janë edhe disa nga si me qujt jo shumë moralshëm. Mandej që ndikon pak edhe në lidhjen bashkëshortore për arsye se vazhdimsi duhet me pas aden jo domethënë mirë kuptem. Po e kuptova, pyetja është e qarshëm, e kuptom. Faleminderit. Natën e mirë. Allah më shëroft atë që ka vdek, Zoti ja lehtësoft rrugtimin e matutjeshëm për të Zotin mëdhenuar, dhe me që ke pas shoqë është normale që me pas mërzi, e dua duhet me bo, pa tjetër, me lutë Allahun që Allah me mëshiru, me afal, Allah me në bashku në xhenet, para të bëtë mësim për neve, që të përmirësohet gjendja jonë në raport me Zotin, të pendohemi, të përmirësojmë, domethënë, fetarin tonë, të përmirësojmë adhurimin tonë e kështu me radhë, nga se kjo është ajo që na pret të gjithëve, dikush më herët e dikush më vonë, derisa domthon ka caktuar Allahu do të mbetemi në dunja, andaj që të përgatitemi të gjithë për këtë realisht moment që gjithë kena me shiu, Allahu na mundsoft të jetë i ëmbël për neve dhe të jemi për Allahut faqebardh. Sa i përket borxhit, duhesh më kujtu, me pyet disa njerëz. Për shembull, i ki 10 opsione ku të mund të më marr. Tash e din sigurisht se dikush e ke marr.
Se me të s'ke pas punë, as nuk e nje, as nuk ki kontakte me marrë borç. Po i ki disa njerë që të qëta dikun orë borçe, po nuk e din kujtë saksisht. Mirë me pyet. Me falë, mos të kom marrë borç diçka, mos u koni situatë dikun që pa të kom lu diçka, me vetë. Nëse të po, sa ti kom marrë, nëse qaq sa, ja këta, nëse jo, nuk bëhet që njerët mashtrojnë këtë aspekt, më konë sinqert, jo s'm ke marrë, dhe të gjesh dikën që i ke bo, dhe ke marrë borçin. Kjo është obligimi i parë. Obligimi i parë është me gjetë borxhliun. Nëse nuk mundesh kaq lehtë me u shkarku nga obligimi i kthimit të borxhit, veç thjesht s'po të kujtohet. Jo, duhet me dhënë mundin. Me do Allah kujta me mundu, me këqyr ka dalë veç pak kapëm. Se një kur analizon pak më tepër këtë ditë ku jam kon, pastaj domethënë ku jam kon kështu, gjitha këto janë gjëra që domethënë ndikojnë në kthimin e kujtesës për rastin që të ka ndodhur. Pastaj edhe me pyet njerëzit, a thu, mos të marr ty nuk besoj që është numri i madh i njerëzve që dyshon në ta që i ki borx. Mund të jenë 5, 6, mund të jenë 10. Po jo edhe 100 vetë, mund të jenë 100 vetë. Ata që dyshon ta se ku ne ki borx. Prandaj me këto prezura besoj që e gjen kush është borxhliu dhe ja lën borxhin sa ja ki borx, nga se kjo është esenca bazave. Nëse nuk dim përfundimisht, mas një përpjekje të madhe ku e gjatë kush është borxhliu, ata çdo parë që i borx i jap sadak në mentina. Lamën të borxhliut. I jep sadak në menti, që s'pa ku me marrë se vapën e kësaj pune. Nëse mas një kohë këthejet, dhe ta din që atërëm ki ma bërës mi ke këthy, unë i këmon sadak për ty. Dash mere se vapën, dash ta këthej borçin, unë e mërë se vapën e sadakës. Edhe kështu përmjëllë komplet qështja. Me këto përësoj që përmen. E para, ly borxhliun, e dyta pastaj, mësu gotë, po ma vonë dikur, mund shme dha një farlej sadake për te, e nësa i lemrot, tani a i ka drejten prap mi marë partë e veta. Nëse pranon sadak, që me marë se vapin në rregull, dhe s'pranon, sadaka jetë për ty, ja kthen borxhin që e ka dhe kështu e përmbyll procesin në çfarë situate që mund të jesh. Mirë, kemi të rratin kuadrojmë, urdhani? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Allah shpërbleft për gjitha pyetjet edhe mundin që po e ndonë me ne. Amin, Zoti ju falëmiret. Deshta me të bëni pyetje, babi më ka ndru jetë para disa muaje, deshta me pyet tek ne në Kosovë Bashkia Islame që shi vendosë domethënë të dhënat e personit të vdekur në drasa, shumica zëvendësojnë me gur mermer dhe shënojnë domethënë të dhënat emrin mbi emrin dhe vitin e lindjes edhe ato të vdekjes. Po. A është lejueshme apo? Po, e qartë. Okej. Po, Faleminderit shumë, Allah shpërbleft. Amin. Natën e kalofshi mirë. Pyetja rreth është një pyetje me rëndësi, shoqëria dhe ndikimi i saj tek personi. Shumë dikon. Shoqëria shumë dikon. Pejgamberi më ka thënë, el mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fenë e shokut vet. Do zakonisht shoku ndikon. Edhe zakonisht dhe fatkeqësisht i keqi ndikon tek i miri më shumë se i miri te i keqi. Në veçantë kur ata të këqijtin më shumë se i miri. Ai s'ka çfarë pa nejt me ta, ku ata rrin, me bu muhabetin që ata e bojnë, me marrën punë që ata e bojnë. Kështu që ata të këqijt ku çojnë në punë të këqija. Dhe me pas kujdes shumë njëri me kom përshëqërohet. Fëmija jonë, po edhe burri, edhe gruaja kështu më radhë. Në rastin e juaj, burri, masi rrin me njerëz të këtill, nuk po i njeh kush ata as burrin e juaj, po në bazë asaj që keni përmend, është me të vërtetë më ushqetësu. Njëri më nejt me njerëz që janë moralshëm, nuk janë devotshëm, nuk janë sjellshëm, nuk janë të edukuar, është shqetësuese. Asë normal që pastaj kjo këtë përkthehet në raporte bashkëtorë, shumë normale. Përkthehet në gjendjen e burrit, në disponimin e tij, në sjelljen e tij, në fjalorin e tij, në raport me ty kështu më radhë. Andaj besoj që e gjen një mënyrë duhur, me urtësi, maturi, ta gjet një moment caktuar kur këtë punë e diskuton me burrin. Unë ti ndoshta e gjeni falli prehje me ta, nuk e di pse. Mirë, pa ata po na shkatrojnë familjen, ata ty po të prishin. Edhe me këshillu që me gjetë shoqëri të mirë, edhe ka njerëz të mirë, alhamdulillah, ka njerëz që realisht shoqënia me ta mund të jetë relaksuese, mund të jetë për shkak që përfiton prej tyre e kështu me radhë. Dhe mundohem me këshillu burrin, mundohem me insistum këtë aspekt më të mirë, nga se e kuptoj shqetësimin se ndaja e burrit me njerëz që si të probleme te burri, pastaj edhe mes burrit dhe mes ju, Allahu i ndihmoft. Mirë, kemi telefonat të inkuadrojmë, urdhani? Urna? Përshëndetje. Përshëndetje. A bëni pyetje për hoxhën? Po, hoxha po dëgjon me çurna. Është çfarë më thon?
është pa tjetër me e agjeru ditë për me prit Ramazanin? Ditët me përcil Ramazanin a me kompenzu Ramazanin? Jo, për me prit Ramazanin. Me prit Ramazanin, po? Po. Po e kuptum, po fërmë, po e kuptum, po. Po e kuptum, regull. Mirë, të shoqënia vetëm, prandaj është shqetësuese, tento, sot ke mundësi, kompetenca, mundësi, me urtësi, gradualisht, gjej momentin e dur, fjalët e dura, këshilloj e burrin, bë dua, lut Allahun që Allah më ndon nga ajo shoqënia e keqe, besoj që Allah më përmesu gjendën, për ju është shqetësuese. Çështja tjetër ishte, domethënë, çështja e varrit, domethënë ka vdek baba e çështja e varrit. Është vërtet që Bashkia Islame kryen shërbimet martore me këtë ato që ka nevojë, edhe me përcjellje të hoxhës, edhe në aspektin e, domethënë, çështjeve përcjellëse. Zakonisht është kështu. Ka Bashkia Islame që nuk e bojnë këtë shërbim deri në fund, për arsye të tyre normal, obligohet njëri që ai me i siguru, për shembull, ato gurt apo drasa që vendosen kështu me radhë. Unë sa e di, spakon në Bashkinë Islame në Mitrovic, edhe në disa vende që e di, domethënë, mermer nuk vendosen nga ana e Bashkisë Islame, vendoset drasat. Janë dy drasa, vendosen një të këmbë, një të koka, aty janë shënimet kryesore për të vdekurin. Kush ka vdek, edhe dita e linjës dhe vdekjes. Mendoj që kjo është një traditë na që inshallah shpresoj që nuk prish punë. Mirë, po shpenzimet e tepërta, sikurse mermeri, guri i çmueshëm e kështu me radhë, janë të panevojshme dhe janë të paarsyeshme, andaj edhe fetërisht të ndaluara. Feja ndalon me bosh shpenzime të panevojshme. Me ndërtu vorrin s'ka nevojë. E vdekur është ndërdhej. Ajo që ndërtohet mi dhe tash që mbosi statuja e investime marramendse e kështu me radhë, nuk ka nevojë vëllai se ai kur fort përtimi s'ka. Më mirë ato para, vëllai më dhoni fukaras, tash dimën, minimu dikujt me dru, me nxemje, me tesha, një nxënës mi ble libra, një student minimu, a din se sevapin e ka i vdekur. Shumë për vetan tepër më shumë. Sa këtu arsime të parësyeshme, jo racionale, shpenzime kryesisht më tepër emocionale, ndoshta nga njëra dhe mugaru me thonë çfarë çfarë kish më babas vet. Ç'kjo vëlla djalë? Jo vëlla sa është ky djalë apo. Djalë është ai që përcjell udhën e babas me këshilla e i mal lidhjet farfestore që baba me të lidh. Ç'kjo djalë? Ose vajzë që japin sadak për babën e vet, e bëjnë dua që të janë fëmijët e duhur. Është pa që ja bëni përmendore dhe harron mos të kuptojnë babën e vet. Nuk është kjo ajo që pëlqet edhe është e duhura. Andaj sa më pak shpenzime për vorrin, te koka 2 shenja, sikur se thash, bëhet bashkësa me 2 drasa, mjafton shpenzimet e tepërta me gure, me mermerë janë të panevojshme dhe nuk ka arsye fetare për këtë çështje. Mirë, kemi telefonat në kuadrim, urdhani? Selam aleikum, hoxhë nderuar. Aleikum selam wa rahmatullah. Jam Alboni nga Ferizove, dhe shta më pyte, kam një hodë i folë 5 kohë namaz, dhe zonë Koran, po ka njerë është pa qef pe i lukësit, po qysh ko penzohen ato, ko penzohen a qysh tek, a mund është më në kalzohë. Dëmon për shkak nuk ka mujtë me agjerua, po? Po nuk mund e të thotë, s'ka mujtë më folë, abde. A më falë? Po mund e të më folë për shkak lukësit. Po, pe kuptoj. A, dhe përshëndet, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë, pyetja radhës ishte, tash po hym në muajin Rajab dhe pastaj muajin Shaaban. Këta janë 2 muaj, domthonë, që i paraprin muajit Ramazan. Janë muaj padyshim që kanë vlerat e veta, por nuk ka argument për me e veçu me adhurim të caktuar. Në përgjithësi adhurimit përgatitja për Ramazan është e kërkuar. Edhe agjerimi është nga punët e mira, po padyshim që nuk është obligativ. Agjerimi obligim është vetëm agjerimi muajit Ramazan. Dhe agjerimi i ditëve që nuk ka pas mundësi dikush me arsye me agjëru në Ramazan. Sikurse gruaja ka qenë leone me cikël, njëri smut, në them, e kështu me radhë, s'ka mujtë me agjëru, ato ditë e ka për obligim me i kompenzu pas Ramazanit. Këto janë obligime. Ose njëri zoton me agjëru, këto janë tjera sene, po në esencë kjo është obligimi i Ramazanit. Ndërsa para Ramazanit nuk është obligim. Është punë nafile, vullnetare. Mirë është njëri me agjëru, të hanë tajte, me agjëru për shkakun ditë caktuara, edhe në kuptim të shpëlimit, po edhe në kuptim të një lloj trajnimi
para se marrë agjerimi që Ramazani pas të lehtë, nga se është trajnu, është përgatit për Ramazan. Dhe është koha e duhur që me u përgatit për Ramazan me adhurime, me pendim tek Allahu te barekuhu teala, që sa më të përgatitur të futemi në Ramazan dhe të kemi në Ramazan sa më cilësor, më përmbajtësor dhe më të shpërblyer tek Allahu xhalla xhelaluhu në raport me Ramazanët e kaluar. Tjetë Ramazan i veçantë që dallon nga çdo Ramazan. E për me qenë Ramazan i veçantë varet nga përgatitja. Përgatitja do të fillojë tash muin Rajab e Shaban me adhurime, me agjërim, me sadak, me Kur'an, me namaz, më tepër këtë merat që ty në Ramazan të përgatitur, sikurse edhe sportisti në gara me marr pjesë duhet me qenë i përgatitur, i trenuar shumë më herët se që bie koha e garës. Ndërsa obligim nuk është. Mirë, kemi telefonin kuadrim, urdhani? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Dhe ishta më të pyet për një veprim, diçka ke para dhe sadite në modën xhamin të huja pranë Islamin. Ke xhamotin në zërën telefonat e në zënën mas një poshë, ke dikshështë në Facebook, so është ljonë në veprimi tjilë me një zugru në huja erë për shambën në burët vetë, ta që unë në zënën kretu, s'ke dhe shtë në Facebook. So është ljonë që pisanë për shambën një një zogë dhe në gruën me shtë një Facebook. A është në shtata edhe me të hujë, që da shëton në në telefonë në si zënë e diçka. Do më thonë një motër ka projë Islamin në xhami dhe xhamati ka fotografu me të madhe, atë situatë ka publiku në Facebook, ka që kjo probleme, apo? Apo? Po, që është vëmë. Okej, kuptova. Mesazh të konfirmoja, e kum kuptu drejt se nuk dëgjova mirë. Faleminderit. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Po mirë. Mirë, pyetja rreth është pyetja për hallën që është besimtare, fal namaz, domthonë është e përkushtuar, mirë po, është e smur nga lukthi, Allah e shëroft, ja përmirësoj gjendjen e saj dhe gjithë smurve tanë. Dhe nga dhimbja e lukthit ndodhet që mik namazi. E di, domethënë, se si është dhimbja e lukthit, po padyshim se ka nivele e dhimbje, s'po e mirë kuptoj gjendjen e saj, por namazi mund të bëhet edhe në mënyra që nuk e pengon e dhimbjen e lukthit. Për shembull, nëse ka problem me lkundje, se kur lkundit ka dhimbje të mëdha, falet ulur. Ose s'po korrin kom, pastaj kur vije koha rukus edhe sejdës, ulet. Dhe pastaj bën vetëm lëvizje formale që dallojnë rukun nga sejdja. Për shembull, rukun kështu e bën, sejdën pak më tepër, edhe fal namazin pak më shpejt, e kryen vetëm farzin, nuk i fal sunetet, më në çështë 5 minuta. Mbrana kohës namazit kur në kur dal, me gjetni mundësi. Në esencë është me gjetë mundësi. Nëse ka dhimbje të papërballueshme, është e mjeku diçka tjetër, atëherë kur ti jap mundësia fal namazin. Kur ti jap mundësia fal namazin, po namazi nuk bën me lon, me dal nga koha, po nëse dal nga koha me arsye të dhimbje ose probleme të caktuara që s'ki mundësi mu fal, atëherë falësh kur ti jap mundësia. Por kjo situata shumë ekstreme edhe shumë të vështira. Prandaj në esencë duhet me gjetë mënyrën për me fal namazin në kohën e vet. Kjo është esenca dhe në këtë duhet me insistim. Por përjashtimet pastaj trajtohen në bazë të situatave që kalojnë nëpër to, andaj edhe nëse del koha namazit e fal, si t'jap mundësia, po namaz nuk bën me lëmë pa fal, Kur t'jap mundësia e fal brenda kësaj dite. Për shembull, s'ka më fal drekën kohë vet, okay, kur pak pa shoqë dhimbja e fal me akşam, me aci dikur më vonë, ama e kompenzon namazin gjithsesi. Dhe kjo po them në raste shumë ekstreme, kur nuk ka mundësi fare më fal për shkak të dhimbjeve marrëmendse, apo për shkak të intervenimeve që bëhen në spital për shkak të dhimbjes, ku largon ato pastaj falet në mundësi. Edhe pse thash, duhet të përru më fal në forma tjera, falet shtrit, me lëvizje të kokës, falet me lëvizje të trupit, sa të ka mundësi. Domthonë, besoj që nëse këtë pranon nuk ka nevojë me kompenzu namazin fare nga se nuk i namazin. Po atë ike se përmana veç në raste specifike, në esencë, nëse i përmbat lehtësimeve që i përmana, besoj që me lenë Allah të mandum nuk ka me pas probleme me fal namazin nëse ka dhimbje të mëdha të lukthit, Allahu ja lehtësoftë një mot. Mirë, thotë një motër muslimane, kemi telefonat e inkuadrojmë, pastaj vazhdojmë të shkollë. Alo? Po, urna, po i dëgjojmë? Mim Rama. Vojgjë, unë punoj si shofer. Po? Edhe njëherë mund të kemi me la kerën e kompanijës dhe
pronari me 5 euro për me la kerrin. Unë e laj për shumë me 3 euro, 2 euro tjera, a mund me morën ai, kam harama, Allah. Po, e kuptum, ta është ka zojnë shumë. Po, kuptum, po. Të në mirë, Do më thonë, pyetja ishte për atë motën që e ka pranu Islamin dhe xhamati i entuziazmuar ka fotografu, ka vendos, do më thonë, publikime në Facebook. Pranimi i Islamit është një akt i gëzueshëm, është i mirë. Është një grua ka ardhur me vetë dëshirë te imam i xhamisë, ka shpejt dëshirën të bëhet muslimane dhe mendoj që është diçka normale. Publikimi i kësaj varet edhe nga dëshira e motrës. Mirë që këtë bëhet në konsultim me imamin. Imami duhet të jetë i vëmendshëm edhe i kujdesshëm se do të injojë xhamati. Imami e din paraprakisht se ka menduar në rast të tillë. Një motë që kanë pranuar Islamin, edhe ai ka me lajmëru këtë para xhamatit. Mirë atë me pyet, më thonë që mund të fotografon dikush, mund të publikon dikush, atë pengon ajo. Ai thotë valla më pengon, nuk kam qef. Imami thotë xhamatit, ju lutem, të kryjm domethënë këtë proces ç'ish duhet, kruja pranë Islamin, edhe shkon udhëveri, ju lutem mos fotografoni as mos nxjerrni. Edhe xhamati duhet me mbet të disiplinuar në këtë kërkesë timon. Nëse ato se ka problem, për mua është normale, okay, kjo është diçka e rëndomt, atëherë besoj që çështja te xhamati mbetet, domethënë e hapur, por edhe kjo të bëhet me një farë lloj etike, me një farë elegance, jo me domethënë entuziazmi tepruar, çka ka ndodhur, normale. Domthon, për neve si musliman konvertimet janë normale. Ne përbohet me mira konvertime bon, sot diçka lajm që na do të më qenë për lajm, sot diçka sensacionale, u bë një musliman. Njerëz bon normal musliman. Por që nuk kem lojna me përdor këtë si inat, si shtymje, që na s'kem lojna, nuk kim këto lojna, nuk bën. Nuk bën me inate, nuk bën me tendenca, jo, po me dëshirë, si gëzim, lajm mirë, s'prish punë. Po edhe këtë bëhet tash në konsultim me imamin, i cili konsultohet me personin e rastit, dhe gjithashtu nëse bëjmë nga vend jon, nga pozicion jon, kada ka dal, ose tek mundit bëjnë 2-3 vet, pastaj ata mund ta publikojnë në Facebook, tjerë bëjnë share lajmin, edhe kjo mund të jetë opsionale, por mbi gjitha të tregojmë kulturë, të tregojmë një lloj elegance, të tregojmë një lloj kujdesi, jo sikurse çka më ndodh, me ardh njëri pi xheneti apo. Ka sa ti tani i bëmë kuptuar çka ka bota, ai na musliman çaj krizë, që si vjen dikush ta menzi pres nuk është më musliman. Nuk kemi çështën krizë, alhamdulillah nuk kemi në krizë të konvertimit, as nuk kemi në krizë të, domethënë fetarisë tonë, nga se alhamdulillah det për shohim njerëz që kthehen tek Zoti, pendohen, pa tjerë që e çojnë udhën, çështje që ndodhin në dunjë. Ne gëzohemi kur dikush pendohet, ne gëzohemi kur dikush kthehet tek Allahu i mënduar, por gjithçka duhet bëhet me maturi dhe me kujdes, pa të pruar dhe pa, domethënë shpërfaq entuziazëm të panevojshëm lidhe me rastin që e ke përmendur. Çështja tjetër tha është shofer, domthon ai jep 5 orë me lakirin. A këtë 5 orë jep me lakirin, nga se din se kirin me la mund të jetë 5 orë. Nëse domthon ai t'jep leje, që nëse gjon diku ma lirë, ti laje, sot ne mu la makirin, është kusht apo? Çka të mbetet është e jotja, është e jotja. Nëse ai t'jep 5 orë me bindjen se 5 orë kushton, po ti e lan më lirë kirin. E pastaj pa dijen e tij merr ato, mendoj që nuk ka rregull. Nga se ai të ka autorizuar me kryen një punë me shumën e parave që ai është i bindur se më ka kryet. Por nëse nuk është autorizim, por është kërkim shërbimi, kur e qëto, ku të kry shërbimin për mund rregull i japën. Edhe për para që mbesin nuk të lash, atëherë mendoj që me këtë lloj domethënë mirë kuptimi të lejohet mi marr, apo nëse s'ka, nëse a e din që bën ma lirë edhe ti po i përdur ato ma tepër qenë, mendoj që nuk është në rregull. Nuk është ndëruar me kaq edhe po e përfundojmë mirë, kemi telefonat e ndërprej apo mirë, hajde për fundin për sonte meq. E kalu koha po. Urna? Alo, mirëmbrëma? Mirëmbrëma. Desha të pyes për kohën e faljes së mëngjesit. Po? Së mëngjesit. Unë e për falje me këtë kohën PIS TV. Këtë kohën e PIS TV në mëngjes. Po. A mundem apo me kohën e takvimit Kosovës ta? E qartë, e kuptum. 6:15, 6:20 për falje. Po.
A mundet? A shkohet duhur apo? Po e kuptova shumë e qartë. Tash inshallah ta japi përgjigje na përcil nga televizioni. Tash koha ndoshta të kaloj pak te emisioni. Faleminderit. Të lashe, pa problem, kaloj shumë mirë. Koha e sabahut e ka një fillim dhe ka një mbarim, dhe në mes e ka një kohë kur falet në xhami. Domethënë kemi 3 kohra. Koha kur hyn sabahu, koha kur falet në xhami sabahu, edhe koha kur del sabahu. Tash, kur hyn koha e sabahut? Atje në takvim të Bashkisë Islame ki imsaku. Shkon imsaku. Dhe 20 minuta mas imsakut hyn sabahu. Hyn sabahu. Nëse imsaku është për shemb 5:35, i llogarit 20 minuta, në 5:55 hyn sabahu. Kushtimisht po tash, aty ti e sheh imsaku plus 20 minuta hyn sabahu. A bën me fal çetër sabahu bën. Si hyn sabahu e fal. Ndërsa ezanin e PIS TV thret, domthon kur thret në xhamia tona, që domthon në xhamia tona dikon 1 orë para se me lindildi, dikon pak më vonë, por prapë në kohën e duhur. Andaj, edhe nëse falesh me takvim 20 minuta mas imsakut je në rregull, edhe nëse falesh me ezanin e PIS TV-s je në rregull. Për shkak se te 2 kohrat janë brenda kohës së sabahut. Veç mos me kon para kohës ose pas kohës. Para kohës është imsaku si të hin, jo me një herë. 20 minuta mas imsakut. E shati imsak, 20 minuta mas imsakut i në rregull jepën. Ose në kohën kur thirrë ezani i sabahut në PIS TV, është koha e sabahut tamam okay, se çfarë thirr edhe në xhamia, dhe është shaj se tash njerëzit mund të shkojnë në xhami me fal sabahun. Meq ju e falni namazin e sabahut në shtëpi, atëre mund ta përzgjedhësh ose më herët ose në kohën kur thirrë ezani, dy atë janë kohra të përshtatshëm për me fal sabahun pa asnjë problem. Dhe me kaq shikuar ndëruar e përfunduam edhe takimin sonte. Ishte takim pyetje përgjigje. Ju falenderoj për telefonatat, për dërgimin e mesazheve që pasuruat këtë emision padyshim me pyetjet juaja dhe mundsua që të tjerë përfitojnë nga pyetjet që keni dërguar dhe keni bërë përmes telefonit. Allahu na takoj në punë të mira gjithmonë. Allahu na ruaj nga çdo e keqe, nga çdo keqbërës, nga çdo njeri lig. Allahu bëf që të mbretënon dhe të dominon në shtëpia tonë rahatia, dashuria, respekti, po edhe në vendin tonë. Kurse që vendin tonë, popullin tonë, e synon me punë të këqija, na ruaj Zoti për sherrin e tij. Allah na mësoj që të na udhëheqë njerëz të drejtë, njerëz të mirë, e na ruaj Allahu xhallahu ala nga çdo kur i cili nuk na do të mirën, edhe nuk punon për të mirën e vendit tonë dhe popullit tonë. Bëni dua, luteni Allahu xhallahu ala nga se më të vërtet kemi shumë për çka me lut Zotin, edhe për veti, edhe për familje, por edhe për popullin, për vendin tonë. Allah na ndihmoft, na lësoj punë. E Allah na takoft gjithmonë punë të mira. Deri në takimet e ardhshme, Zoti ju shpërblet, ju ruaj. Asalamu alaykum wa rahmatullah.